Ne do të vjojmë analizat dhe diskutimet tona në studio me zotin Spartak Topullaj, diplomat, i cili me është bashkuar në këto momente. Mirëmbrëma zotin Topullaj, falenderoj që sot në Fax News. Mirëmbrëma dhe ju falenderoj për ftesën. Endoj që të raportimin e kolegut ton Marcel Vocaj, zotin Topullaj, ka patur një komplikim të situatës e rekon votës diasporës. Kanë qënë 226.000 vota individ qytetar të regjistruar në total dhe kemi aktualisht më pak se 200.000 vota në Parkun Olimpik aty ku duhet të grumbulloj dhe të numëroj kjo vote diasporës. Tashmë kemi të bëjmë me një përgjegjësi e cila i takon institucioneve dhe autoriteteve të cilat morën përgjegjësi për kryerjen e kësaj vote kaq të rëndësishme, apo kemi të bëjmë me përgjegjësi të atyre autoriteteve të cilat u morën me shpërndarjen, pra me çuarjen dhe kthimin mbrapsht të këtyre votave. Se kam përshtypjen ju keni ndjekur të gjitha zhvillimet, ka patur raportime të frikshme nga të paktën nga Greqia, e cila ka qenë si zonë e nxehtë këto ditët e fundit. Nuk është fjala thjesht për masat që u morën, për mënyrën se si u projektua, u planifikua marrja e votës së emigrantëve shqiptarë. Kryesisht në Itali dhe Greqi, ku janë edhe më shumë të grumbulluar. Pastaj edhe në Angli, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermani, Holland e me radhë. Problemi është tjetër kund. A nuk e dinin qeveritarët tanë dhe drejtuesit e sistemit që DHL-ja në Shqipëri këto mundësi ka? Një. A nuk e dinin ata që në mënyrë absolute ambasadat nuk kanë asnjë punë me zarfet, me mbledhjen e zarfeve që kishin brenda fletët e votimit, ku ishte përcaktuar edhe dëshira e kujdo për të votuar për një forcë të caktuar politike dhe për një individ të caktuar. Të gjitha këto dieshin, por kryeskenaristi dhe kryeregjizori i djallëzisë, Edi Rama, që i dinte shumë mirë këto dhe i di, i ka ditur dhe më herët, por në rastin e votave të emigrantëve ishin njërisi, sepse nuk kanë votuar deri më tani emigrantët, me përshim të atyre emigrantëve të cilët ktheheshin në Shqipëri dhe votonin, por jo me post. E dyta, DHL-ja e mori përsipër dhe KQZ-ja mori nga buxheti i shtetit miliona dollar. Konkretisht rreth 9.8 milion dollar ju dhanë DHL-s. E kupton Albi se ç'do thot 9.8 milion dollar për zarfe dhe pulla? Mund të tronditësh një qark të tërë, po t'i japësh ose po t'i heqësh 9.8 milion dollar. Kështu që dhe këtu del përgjegjësia e rëndë, edhe e qeverisë, edhe komisionet qendrore. Një përqindje, zoti Topullaj, ka qenë nuk i kemi kaluar 42% në rang vendi, krahasuar me zgjedhjet e 2021-shit, që ka qenë një përqindje prej 46, diçka e më tillë, shumë. Shohim që kemi rënje. Ka një rënje, patjetër, po kjo është mirë të shikohet në raport me numrin e votuesve, sepse votues janë shumë dhe pjesëmarrja duket e ulët nga që numri i votuesve është shumë i madh. Por një pjesë e mirë e shqiptarëve kanë ikur. Këta pak, se nuk janë 250.000 votues, për rumbullakosun atë 226.395. Pra, këta 250.000 votues të diasporës janë të paktën 1/4 e atyre që kanë të drejtë vote si emigrant që jetojnë në Itali, në Greqi dhe në vendet e tjera që i përmendëm. Pra, numri ose përqindja e pjesëmarrësve në votime është relativ dhe duhet parë në raport me numrin e vërtet të atyre që kanë të drejtën e votës. Kështu që nuk është një rezultat, flas për përqindjen gjithmonë, deri
në kulm shqetësues, por pjesëmarrja, fakti që është pak më ulët se 2021 është një shenjë jo e mirë. Jo e mirë për kë? Jo e mirë është për të gjithë në radhë parë, por në këtë rast jo shumë e mirë për opozitën. Pse? Mendon që ndikohet opozita nga kjo rënje e pjesëmarrjes? Po ndikohet, Albi, sepse duhet jemi realistë dhe të themi gjërat siç janë. Duke pas një super administrat, kjo qeveri, gati e 2 apo 3 fishuar, se këta dhe si tregojnë shifrat, kanë qef t'i manipulojnë ato, pra në krahasim me administratën në kohën e Berishës, është 2 ose 3 fishuar numri i punonjësve, të cilët janë gjithmonë në trysnin e asaj që jo vetëm vetë ata, që nuk diskutohet, po dhe të afërmit, miqt e shokët e tyre, duhet votojnë patjetër PS-n. Tjetër, nuk duhet harruar fakti që ky numër i madh i punonjësve të shtetit, qoftë në qeverinë qendrore, kryeministrie me radhë gjithë institucionet, ministrit, drejtoritë e përgjithshme, filialet e tyre, por edhe bashkitë dhe filialet e tyre në përqarqe, në përrethë, kanë këtë veçori që në ndrysnin e fortë politike të humbjes së vendit punës për vete apo për të afrin, për prindrit apo për këto, kuptohet që kanë avantazhin e daljes së detyruar për të votuar. Dhe kjo përqindje e ulët i favorizon rezultatet në favor të PS-s, sepse ata do dalin të detyruar. Ndërsa demokratët kuptohet që nuk e kanë këtë trysni, ato kanë vetëm shpirtin, që se durojnë më këtë qeveri super të korruptuar, më të korruptuar në Europë, që të mos janë dhe më të korruptuar në botë. Se ndoshta mund të ketë në qeveri ande nga ishujt Tonga, në Zimbabwe, në Kongo, në Afrikë, mund të ketë një qeveri edhe më të korruptuar, po besoj në Europë është absolutisht më e korruptuara. Dhe vetëm shpirti demokrat ka dalë dhe ka votuar. Të flasim për rezultat, se do të diskutojmë, është shumë shpejt, sepse tani, bile mund të themi akoma nuk janë mbyllur, dhe mund të ketë diku që votohet akoma për shkak se ligji dhe kushtetuta i jep të drejtën kujdo të mos e humbi atë që është e drejtë e shenjtë, e drejtë e votës. Pse nuk ndodhi një të gjë me qarkun e Vlorës? Ka patur raportime sot zoti Topollaj, qytetarë të cilët nuk mundën dot të votonin për shkak të bllokimit të Vlorës, për shkak të eventit Giro d'Italia. Pse nuk ndodhi një të gjë me i dashur Albi, me qenë se jam dhe pak italian në thonjza, në kuptimin që punova për shkak të detyrave, patjetër. Në Milano si konsul i përgjithshëm. Edhe kjo ide dhe kjo kërkesë e Ramës, e natyrisht nuk u çmend Meloni, thot rrethi ciklistik i Italisë, pra Giro d'Italia, jo d'Italia, se bie i aty, Giro d'Italia të bëhet 3 garat e para të bëhen në Shqipëri. Kjo kuptohet që ka qenë një kërkesë insistive ose insistuese e Ramës. Dhe përcaktimi i Vlorës është akoma më me hile. Tani, në kulmin e ditës së votimeve, që është dita e sotme, të bësh një rreth ciklistik dhe të bllokosh rrugët, vetëm një paranojak ose një psikopat mund ta vendosi. Pa nuk ishte Shqipëria ditë të tjera, a nuk ishte Shqipëria mundësi manovrim, po dhe sikur mos ta bënte hiç. Kujt i duhet ky show? Ne jemi pro të gjithë sporteve, edhe patjetër që është një nder që në Shqipëri të zhvillohet një pjesë ose qofshin dhe 3 gara, po jo në këtë mënyrë dhe jo me këto bllokime, edhe ditën e votimit. Kështu që në Vlorë, që këta e mbajnë si bastion të tyre, e kanë humbur bastionin, duhet ta dish. Unë isha vetë një muaj në Vlorë edhe për fushat. Partia Socialiste? Po pra, sepse i kanë gënjur dhe i kanë mashtruar. Qoftë edhe me atë aeroportin, që kanë bërë një rrugë atje,
pak të gjërë, të drejtë se autostradë 3.2 km, atë e quajnë aeroport. Zotëri, po t'ishte aeroport e të bëj inaugurimi, si që bën ky show me Nion, duhet kesh licencën ndërkombëtare, të drejtën për ta quajtur aeroport, të drejtën për të ulur avionët e të gjithë kompanive të botës, pra ka disa rregulla rreptësisht rigoroze aeroporti. Me po duhet të show, patjetër, të bëjë një gjë për Vlorën, apo gjëra tjera. Po t'i kthehemi asaj tjetrës, ku i ka 2 termocentralet lundrus, karakatinat e ndryshkura nga Bangladeshi, që s'janë ndezur asnjë ditë dhe janë pagu 10 miliona dollar apo euro. Pse Vlora nuk i di këtë? Nuk e din vlonjatët se ato s'janë ndezur asnjë ditë? Dhe s'kishin ndërmend dhe s'kan ndërmend të japin votë Edi Ramës, me përjashtim të militantëve fanatik, se trushplar nuk i quaj unë, e kam thënë shumë herë, se herë kam dalë në për studio televizive, nuk ka trushplar. Trut nuk janë ndresa, kanatiere, mbathje, tjere, ti lashe ti shplash. Trut janë tru, o i ke, o si ke. Të votosh për këtë qeveri, super të korruptuar, për këtë kryeministër nudo, të votosh për këtë Karagjoz, që s'ka lënë gjë pa bërë e pa thënë, me fjalorin më vulgare, më banal, më tallës dhe më përçmus. Qoftë për gratë që bën sikur i do, ky për dhunuesi, në thonjza pra, dhunuesi më saktë, i grave, i njohur proverbial si dhunues, ky i do shumë gratë dhe pret që ato të votojnë. Burrat e tyre i quan çyryk, po nëse një gruaje ja quan burrin çyryk, si mund të dojë ajo grua dhe ti poshtrosh burrin publikisht. E tjerë mos flasim. Pra në këto rrethana jemi te Vlora, unë besoj se edhe në Vlorë, edhe në këto kondita, edhe në këtë restrikcion që i ka shkaktuar ai votuesve, të ndalohet votimi, duke pas parasysh se shumë qendra votimi janë larg nga njëra tjetra, banesat janë larg. Distanca është e madhe. Do shkojnë me makina, makinat u bllokuar. Jo më larg se dje u blloku gjithë Tiranë. Vërtet s'kishin votime. Po dje njëri ishte skandal. Nuk shkoje dot në shtëpi, në këmbë, jo më me makinë. Ç'është kjo ide? Apo ideja tjetër, po ka që të shmëndur, ti thresin Tiranë këto krerët e qeverive dhe shteteve për të fituar pikë me datën 16, kur akoma nuk e dim si do t'jetë rezultati i zgjedhjeve. Është njoftuar kjo ditë për të mbajtur këtë summit, 15 dhe 16 zori Topollaj, apo mos ndoshta është ajo kjo vizitë apo ky summit që mbase vulos qeverinë e ardhshme? Edhe këtu ka një djallëzi nga mjeshtri i djallëzive. Pse? Them unë ka djallëzi. Ti thresësh ata në këtë situatë është anormale. Bile unë, po t'jemi sinqert, do t'a thosha kështu. Edhe ata që kanë pranuar, kanë gabuar rënd. Në një vend ku ka zgjedhje, në një vend se s'ka përdalë rezultati me datën 15 dhe 16. Harroja atë punë. Këtu të ne zgjati 9 muaj rezultatet përfundimtare. Zgjati 9 muaj censusi i popullsisë, që është i tëri i kompjuterizuar rezultati. Për 9 minuta del sa banor ka Shqipëria, sa gra, sa burrë, sa trinj, sa të vjetër, sa të shdoshës, sa të smur. 9 muaj, pse? Se donin të manipulonin pikrisht numrin e votuesve që nuk përputhej me numrin e popullsisë e tjere. Kështu që edhe kjo, kur administrata e fryrë të i mase, është në raport të zhdrejt me faktin që është kompjuterizuar i gjithë sistemi, që nga i Albania e kudo gjithë institucionet. Atëherë, ti ke harxuar 10 e 100 milion dollar apo euro për të blerë këto aparatura. Përse e ke shtuar administratën? Se ato janë për të paksu administratën. Dhe ti kthehemi konferencës. Pse s'duhet ta pranojnë ndërkombëtarët? Bollë llastuan Ramën siç llastojnë edhe Vučićin, mikun për kokë të tij. Deri dhe te futbolli anojnë nga Vučići. Pas kanë
sharë 2 tifoza ndeshje Shqipëria me Andorën, ishte ndeshje super periferike që s'do t'ja dikush, dhe pas ka ardhur një vëzhgues, ja pas kanë përkthy që ata shanë 3 veta, 10 veta shanë Serbin, dhe këta vendosin masa drastike për zhvillimin e ndeshjes Shqipëri të 7 qershorit, Shqipëri-Serbi, masat në favor të Serbisë. Bolle lastuan Vučićin, si që kanë lastu. Unë kam qenë dëshmitar në ndeshjen e 14 tetorit 2014 në Beograd, në stadium. 10 metra e kisha Vučićin, Nikolićin edhe Dačićin. Dhe e kemi parë gjithë se qa masakre u bë në fushë dhe në tribuna, kundër Shqipërat. Qa dënimi i dhanë, vetëm i hoqën pikët. Në Beograd, për 10 vjetë s'duhet luhet asnjë ndeshje futbolli ndërkombëtare flas, se kampionatin e tyre do ta luajë. Po ndeshje ndërkombëtare s'duhet luhet me ata që bën. Policia qëllonte me shkelma lojtarët tanë. Dhe këta e llastojnë. Po këta europian, jo gjithë, kuptohet se tani raporti ka ndryshuar, janë 14 kryeministrat të së djathtës, po këta majtistët sorosian, edhe nëpër Europë, e llastuan Vučićin, llastuan edhe Ramën, dhe do t'i vinë. Nuk e di me çfarë morali vinë ato në Shqipëri ku s'ka për dalë rezultati jo 5 ditë, po ta them unë edhe të paktën. Po mirë, mos dalë me 5 ditë që është pjesëmarrja kaq e ulët, imagjino se ç'a ndodh nëse pjesëmarrja do të ishte akoma më e madhe. Po kjo ka ndodhur, Albi. Më thuaj që s'ka ndodhur dhe unë e tërheq. Jam totalisht. Ka ndodhur? Aty janë pjesëmarrjet, edhe radhës tjetër. Sa zgjati tjetër e fundit. Po pse me i përjetshëm pas ka qenë dhe ky Celibashi? Po si mund të jetë kryetari i KQZ-s një ish ministër i Edi Ramës? Je dakord tu? Si mund të jetë i paanshëm ai? Kryetari i KQZ-s duhet zgjidhet një personalitet që s'ka pas asnjë post politik, as me qeverinë e Partisë Demokratike dhe as me qeverinë e Partisë Socialiste. Kurse këtu është ngul Celibashi, ustaj i të gjithë. As ishte ky Celibash i dashur Albi në 2021, kur gazeta më e madhe e Gjermanisë dhe Europës, Bild, me zë e me figurë e me çfarë të duash ti, nxorri transkriptet e bisedave që kanë bërë drejtuesit socialist me bandit. Dosjen 184 339, a e di që përfunduan me ca cironj që kaluan rrjetën e qartë të KQZ-s, se peshkaqënët i ke sot. Jo më larg se parmbrëm, ai pam skenat në Dibër. Parmbrëm dhe mbrëm. Makina Maybach 009, nuk ja thonë emrin se e kujt ishte. Se Maybach numërohen me gishtë në Shqipëri, se bëjnë minimumi 250.000 euro. Po t'jenë blinduara bëjnë 450.000, që ka shumë mundësi t'jetë dhe e blinduar, se këta i mbajnë blinduara nga Afrika. Range Roveri kryetarit bashkisë. Kush është kryetar bashkie? I akuzuari për vrasjet e 21 janarit, të cilin Rama e shpërbleu me kryetar partije në mat, kryetar bashkie në mat, dhe tani e kandidon për deputet. Dhe u gjetën në makinë mijëra euro dhe lira sterlina, pound. U gjetën miliona lek. U gjetën tollona nafte e benzine. Dhe çfarë solli kjo? Asnjë rezultat si u përkthye më fal. Se okay, Spaku, i kanë sjell të gjitha, se janë bërë të gjitha. do dal. Spaku ku është? Sot votova unë, si gjithë ata që votuan. Vajta rreth orës 15, duke menduar që është ora më e qetë. Nuk kishte njerëz, të jemi sinqert, shumë pak. 2-3 para meje, 3-4 para. Sa hyra në korridoret e shkollës Qazim Turdiu, ku ishin një 7-8 qendra votimi, brenda të njëjtës shkollë, pra në 7-8 klasa ishin qendra votimi të ndryshme, gjeta timen, mutur një grup prej 4 vetash, 3 mise dhe një bulldog, që bënte rojen e tyre të fortit. Edhe më kërkuan që të më ndihmojnë dhe të më shoqërojnë. Ata do më ndihmonin mua, që kam pa deri më sot një 25 lloj zgjedhjesh që nga koha e qoftë largut me Nder Hoxha e deri më sot. Ju thash, zhdukuni që këtu, qëroni po s'keni faju. Asnjë polic, 7-8 qendra votimi, asnjë polic.
Gënjeshtra më e madhe që këta do kemi punojnë në mes të Tiranës, shkolla Qazim Turdiu, super vërtetoj, e kam të filmuar në qoftë se duan. Asnjë këmbë polici. Kurse këta miset për t'i intimiduar dhe për t'i impresionuar votuesit, ishin gati aty që të shoqëronin, të tregonin se si do votosh dhe për këtë do votosh. Të kesh iluzione se Edi Rama do bëj zgjedhje të rregullta, është njësoj si të besosh se Antarktida është në shkërtirën e Saharas, ose e kundërta. Shkërtira e Saharas ndodhet në Antarktidë. Unë për fat jetova 5 vjet atje në Sahara dhe e di shumë mirë. S'ka akull dhe borgj në Sahara. Të besosh që Edi do të bëjë zgjedhje të lira. Por a do bën zgjedhjet? Patjetër që do bën. Sa ta lën, do ta lën. E kuptoj. Ndërkohë, të paktën, më fal, për 12 vjet e la Sorosi me shokët e tij, me Bidenat dhe me Blinkenat, që arritën të keq përdorin dhe ose më saktë, se ajo nuk e bëri pa dashje, po ambasadoret në tyre. Veri Koranen komuniste Jurikim, Sorosianen e ndyrë, e të pështirë, të korruptuar, me Gonigalin, zëvendës drejtor, FBI-e, merr valigjet me dollar nga i ashtuquajtur i biznesmen shqiptar, që s'ka pas buk të haj. Pa kjo është kulmi, edhe heshtin, edhe e kalojnë me... Natyrisht që Trumpi, presidenti i ri, që kam besim të plot, do t'a rihapi çështjen, nuk i kam mbaru historia as Trumpit, as këtij që e priti, më fal, as me Gonigalit, as këtij që e priti me Gonigalin 4 herë në zyrë, pa praninë e përfaqësuesve të shtetit amerikan, të ambasadës, pa praninë e kundërpartit të tij, pra kryetares shërbimit. Ambasadën amerikane në Tiranë, zoti Topollaj, se kam përshtypjen s'ka qenë në një farë mënyrë ka qenë inekzistente. Që gjithë se fushatet i është mjaftuar me një thirrje në ditët e fundit. Nga super aktive në kohën e kinezit Lu dhe koreanes Kim, kanë kaluar në një heshtje varri, po kanë përfituar. Për shkak se nuk kemi ende një ambasador? Po natyrisht që s'ka ambasador. 3 që janë propozuar, duke përfshirë dhe David Kostelianchik, polako-amerikanin, hebre, nuk u miratuar. Tani kjo tregon që Trumpi ka gjëra shumë të mëdha, nuk e ka mendjen te Shqipëria dhe te ambasada e tij. Prandaj dhe këta që kanë mbetë aty janë akoma sorosianta, nuk janë ndru. Prandaj dhe mbajnë këtë qëllim, nuk guxojnë si herët e tjera kur ishte Luja dhe Kimi, por hilen e kanë brenda. Mezi me një gjysmë zëri e thanë një fjalë, votoni se vota është kështu, vota është. E din shqiptarët rëndësinë e votës? Çaj i zbuloi ambasada amerikane, ju thanë ai gjë që nuk e dini? Kaq. Megjithatë, unë mendoj se nëse do të bëj gabimin fatal, po e them, nëse do të bëj gabimin fatal, kjo qeveri dhe vetë kryeministri të shpall fitoren në këtë me këto vjedhje e me këto dhuna e rrugaça, ai pen vorti. 78 mandate minimumi, tha zoti Rama. Lërë atë se ato i ka... Ato i ka për t'impresionuar budallente, ato të thashun patru, jo trushplarët, ato patru. Lërë, unë po të them këtë sotore, konkretisht. E peti në vorë, se si kishin falsifiku. Po, kemi padur raportimet pa tjetër. Jo raportimet, i filmuar tjetri, me dokument falso si përfaqësues, si vëzhgues. Ai e kishte emrin John, se kishte edhe emër amerikan, në të vërtet, në etiketën që mbante këtu, në badge, thoshte tjetër, thoshte tjetër Arsen Papa, se si ishte një emër. As i këm polici, erdhi Spiropali e shoqëruar nga 15 bodyguard, nga këta të fortet, se ato janë as bodyguard të gardës, ato janë nga këto të fortet e Tiranës, që shoqërojnë, edhe që marrin super rroga, kanë privilegje, po t'i shosh, ato edhe makinat i kanë njësoj si që ka vetë Spiropali. Mercedesa 6 mish, Range Rovera, Rolls Royce, qatë dushti këta.
Jemi gati ne për në Bashkimin Evropian me të gjitha këto mangësira? Me këtë qeveri? E ke pyeti? Kur në botë? Zoti Rama tha vetëm ne e çojmë Shqipërinë në BE. Po Zoti Rama thotë që vëra një vizitë të suksesshme edhe në diell, edhe u ktheva, edhe ju bëjnë të fala ata diellorët atje. Ai ka drejt thotë çdo gjë. Bën Agro Karagjozin dhe Zo Shakaxhiun, siç bëri tek Blendi Fevziu. Gjoja nuk e njifte ai Berishën. Berisha ja ka tregu vendin, edhe do ja tregoj vendin gjithmonë. Po, ai masturbon me veten e tij, se s'ka ç'bën edhe. Ndërkohë, në analizën tuaj, në përvojën tuaj shumë vjeçare, zoti Topollaj, duke patur parasysh njokjet që ju keni në brendësitë e politikës, jashtë saj, ta bëj pyetje konkrete, si parashikoni këto zgjedhje? Sepse nuk mund të ri pa ta bërë këtë pyetje, që është pyetja e cila ka munduar gjithë shqiptarët në këtë muaj fushate. Pyetja është shumë e vënd, shumë e drejtë, por kështu duhet jetë edhe përgjigje, apo jo? Dhe unë do t'jap përgjigjen e drejtë. Nuk më takon të nxitohem, sepse ka vetëm pak minuta, bile mund të ketë, thash edhe një herë, qendra votimi ku ende po votohet, sepse ligji dhe kushtetuta janë një këtë drejtë, nëse ka njerëz duke votuar, edhe unë që vi mbas atyre do të votoj. Nuk është e thënë në orën 19, po e zëm do shkoj dhe një orë deri në orën 20. Pa parë rezultatet e votimeve, ai është hapi i parë. Pastaj do shikohen të gjitha, se shqyr tashmë nuk jemi në kohën e votimit me kokra fasule, apo me gura leca. Tani janë celularët, do të paraqiten të gjitha aktet e dhunës, ndërhyrjet, hilet, mos hapjet në kohën e dur, gjoja mos funksionimin e aparaturave, jo u prish gozhda, jo u prish patkoj, jo u prish rripi, jo u prish... Po kështu u paraqitën edhe në 2021 e libri i madh që ju e dini shumë mirë. Këtë pra po them, po ishte tjetër kush, ishin Sorosianët, ishte Biden, ishte Blinken, i erdhi në ditën më të vështirë për të ndihmuar Ramën. Të kujtohet vizita Blitz e Blinkenit në Shqipëri? Përse erdhi? Do të thënë për Blinkenin, për demokratët amerikanë, për Sorosianët më saktë, s'kishte opozit në Shqipëri. Nuk takoi asnjë. Absolutisht. Erdhi i bëri fresk dhe furçe Ramës, e liu me boj të kuqe, sa atë ka qef ai, si i kuq që është, edhe asgjë. Tani Marco Rubio i tha disa gjëra, e para. E dyta, vërtet i kujton se nuk është e saktë ajo që ka rënë non grata e Berishës. Është një çështje që ka patur një debat shumë të madh. Po s'ka nevojë për debat, për kjo është shumë e thjeshtë. Meqense kjo u bë publike, dhe mirë apo keq, e kanë një farë ambasade amerikanët këtu, akoma, pra, nuk vërtet kanë hike, s'ka ambasador, po gjëja e parë që do bënin do të ishte përgënjeshtrimi i ambasadës amerikane. Nuk është as pak e vërtet që kështu. Pra, ajo tashmë dihet. E marrim të mirë qenë. M'fal, po këtu, Albi, edhe po të prekesh ti, unë nuk do shqetësohem. Mediat këtu kanë bajtur qëndrimin më të poshtër ndaj kësaj çështje. Jo vetëm që i kanë fry zjarrit, e kanë egzageruar, e kanë paraqitur, kështu e ka thënë ky EDB, po edhe tani që u bë fakti kryer, u citua Departamenti Amerikan i Shtetit, se këta thonë një gazetar që e ka numrin e këmbës 43 dhe që e shtrëngojnë çarapet dhe që nuk e njeh. Ai është i atashuar pranë Departamentit Amerikan të Shtetit. Dakord? Pra ai nuk është noc rroku i Edi Ramës. Ai është i gazetar autoritar i atashuar dhe i merr të dhënat direkt, se ai s'mund të gënjej për këtë. Këta fillojnë të shihen jo se kështu ka qenë dhe rasti i kryeministit indian Modi, i presidentit iranian Ahmadinejad. Ka për të thënë, por e marrim të mirë qenë. Bie non grata. Po patjetër, ka rënë non grata. Berisha viziton. Më fal, jo bie, ka rënë non grata. Ka rënë non grata. Dhe ai Berisha viziton zyrtarisht ka të drejtë të udhtojë në Shtetet e Bashkuara. Kjo është non grata. Se non grata nuk do të thotë sjell ky udhëtim. Se këtu qëndron ideja.
As sjell ndryshim ky udhëtim i Berishës në Po SBA? patjetër sjell ndryshim. Pse? Çfarë kuptimi? Se Berisha personalisht me një valigje me dokumenta, me video, që janë këta mjetet e tjera të sofistikuara, do i vërtetoj se çfarë kanë bërë. Që nga aktet, sepse e rëndësishme është korrupsioni dhe skandalet e pafund të përditshme të këtyre 12 viteve. Dhe pastaj edhe çështjen e fundit, çështjen që po e quajmë të tij, por në fakt është çështje e opozitës dhe e PD-s për t'i dënuar liderin e saj për ta shpallur në ngrata. Nuk është çështje personale. Le që thonë këto, Froku, Hidajeti, Ngjala e tjerë. Nuk i ha kush ato. Plas bombën ky, plas bombën ai. Edhe Gaza edhe Kijevi nuk kanë plasur kaq bomba sa në gazetën sot që dalin këta analistët e mëdhej që masturbojnë me antiberishizmin patologjik, 35 vjet të tyre. Prandaj nuk i ha njeri këto i dashur edhe i respektuar. Por për mediat kam vërejtje të rëndë. Edhe për ju. Edhe pse ke mbajtur i qëndrim korrekt në 99% të rasteve, e keni lënë edhe ju 1% të paqartë qëndrimin. Zotëri, është kjo e vërteta. Ndaç TV-mi, a do keni pasoja? Pa i prishi hotelin për hakmarrje Irfani Sembelliut. Pse për çfarë ja prishi? I prishin fillim pishinën, që ti thoshte mbyll gojën, televizionit të tij, jo Irfanit personalisht. Dhe pastaj i prishi hotel. Ka luksin Shqipëria, mëre, i dashur gazetar. Ja më ta dëgjojnë gjithë shqiptarët. Ka luksin Shqipëria e varfër dhe e mjerë të prishi një hotel të tillë me 5 yje. Po pse a i kushton të gjë kësa qeveria t'i vendoste sekuestro provizore, ta merte hotelin në dorëzim shteti, ta kthente në një shtëpi për të smur, për pleq, ose një shkollë, ose një konvikt, dhe a i të mos prishej. Po e hodhi nerë, si që hedhë nerë Putini atje në Ukrainë, apo si që hedhë Izraeli në Gaza, apo këto të Hamasit në Izrael, se dhe këto kryejnë. Është e qartë, zoti Topollaj, dua të lexoj pak edhe mënyrën tuaj të parit të 2 fushatave kryesore. Flasim gjithmonë për Partinë Demokratike dhe Partinë Socialiste, pavarësisht se një koment do të marrë edhe për partitë e tjera në këtë garë elektorale. Ka patur dallime të qëndrueshme ndërmjet 2 fushatave, PS, PD? Çfarë duhet ishte bërë më mirë, çfarë u bë keq dhe pse u bë keq? Që ka pasur dallime, këtë s'mund ta mohojmë. Por duhet të themi edhe këtë tjetër. Me milionat e fituara nga tenderat, lejet e ndërtimit, PPP-t, koncesionet, me lidhje dhe miqësit me oligarkë të fuqishëm, Edi Rama, mjeshtri i këtyre punëve, se ka një të mirë, ai bën pa letra këto, nuk firmos kollaj. Edhe pse ka thënë që unë i firmos 17 vendime në një ditë, për shembull. Po e vërteta është që ai ja bën me shenjë oligarkëve. Ti shko këtu, ti shko atje, ti jep kaq, ti jep aq. Dhe janë shpenzuar dhjetra, mos them qindra milion euro për fushatat. Kjo e kësaj radhe, patjetër, vjen në rritje. Shpenzimet janë shumë më të mëdha. U kapën makina duke shpërnda, u kapën njerëzit me ta thash, me monedha të huaja dhe shqiptare, kartë monedha. Po edhe Spaku ka qenë në teren. Spaku, që t'jem akoma më i sakt, nuk ka bërë asgjë. Pse do thoshte? Vërtet ka arrestu ca kokra ministrash. Lefter, Koka... Mirë, flasim, përqendrohemi tek puna e Spakut në task force-ën e ngritur për fushatën elektorale dhe për këto zgjedhje, se pjesën tjetër e kemi diskutuar dhe do të diskutojmë në një moment tjetër. Po dakord, Marbi, po jam sot, ku ishte Spaku? Ku ishte Ndibër, Marbi? 2 orë gjys, deri 1 gjys prita, pasaj më zuri gjumi. Se po vinte prokurori në Maqellar, ku e kishin blokuar makinat e këtyre që me i bahun dhe Range Roverin që shpërndanin para. Dhe kulmi është tash
brënda, me qënë se jetë e Spaku, brënda ditës Spaku, gjoja bëri si kur dhe ata po i kërkon, se nuk i gjente do të në Maqellar, se Maqellar është Shanghai, 22 milion, apo Bombay, në Indi, e nuk e gjenin dot. Dhe nga ana tjetër, mori në ndjekje, ose po heton, dhe 2 deputetët, më sakt, 2 kandidatët, më falë që vetëm Xhelali është deputet, kurse Xhemal Gjungshi është kandidat këtë radhë. Dhe ata i mori për pengim të qarkullimit të mjeteve rrugore. Po më thuaj ti mua, po t'i linin t'i iknin, këta që i penguan, do i kapten e i herë Spaku ata? Ata do ishin gati t'i hedhin ato eurot edhe sterlinat në përrua, edhe të mos t'ja gjenin. Kështu që ata i blokuan edhe u gjendën parat. E kuptove tani? Po. Tjetër, po ky Spaku, a nuk pati komër e i dashur Albi nga 2021, ti heton të këta që dollën me emër, me mbi emër, me funksione, duke folur me bandit, duke folur me patronazhista, për cilët bënin premtime, ty do të bëjmë kështu, ty do të bëjmë ashtu. Qa duhet më tepër? Pse 4 vjet ju deshën? Ndërsa kur doli që Partia Demokratike ka lobuar, patjetër si çdo forcë politike që bën lobim brenda apo jashtë vendit. Dhe nuk e ka fshehur, nuk tha s'kemi lobuar që të hetoshti. Ai tha po, kemi lobuar, ka një afat kushtetues, po pra, për këtë, me njëherë brenda ditës dhe orës. Parë çështje që i takon autoriteteve tona. Ajo është bërë në Shtetet Bashkuara. Patjetër që i takon. Po le ta zëm se i takon dhe këtyre tonëve. Le ta zëm. Le ta marrim të mirë qenë. Nuk i takon, po ne po e marrim të mirë qenë. Që i takon, po. Po pse për këtë u nxituan e ju mor fryma brenda orëve dhe për këto 4 vjet inceneratorin e diti ku është, se jeton dhe ti në Tiranë, bashkë me mua, kam vajtur unë disa herë, i shkreti jam lodhur dhe në këmbë dhe me makinë, kam pyet ku është inceneratorin, kam thënë, është mbrapa diellit, shkoj gjeje. Dakor? 132 milion euro. Po pse vetëm inceneratori? Po sa tjera janë? Asfalt elektoral ose asfalt Florili, 21 milion euro 1 kilometër, si mundet më rëzëtri? Po ka standarde bota, sa kushton kilometri, duke pas parasysh edhe vështirësinë, se diku është terren shkëmbor, malor, diku është më ndryshe, më fushore. Po ama ka nga kaq deri kaq, si mëre 20 e sa milion euro 1 kilometër rrugë. Tjetër, tuneli atje, 50 milion plus. Nga dalin këto para? Si mëre merën? Akuza që i bëhet Ilir Beqës është vetëm tashi ka dalë një shtuar më duket një akuzë. Ose se harruam ta përmendim rastin e Lalierit. Vërtet, më në fund e arrestoi. Pa mund të shpëtonte pa u arrestuar Lalieri me ato që ka bërë. Po si më mund blej bashkëshortja e tij, as bashkëshortja zonja e parë e Filipineve, Imelda Romualdez Marcos, nuk ka kompletet të tilla firmato kaq të shtrenjta. Si më u blekan 869.000 euro të deklaruara, se të pa deklaruarat mund të jenë dhe 8 milion e 869.000 euro, se se dim. Po ky Lalieri, ky kingu i dhënies së lejeve, 5 metra nga zyra e tij ka dhënë leje, një përbindësh që ka zhdukur 2 monumentet të historisë dhe të kulturës shqiptare, Sahatin e Tiranës dhe Xhaminë e Tembeut. 5 metra nga zyra e tij, je dakord apo po gënjej? Ma nxjerr pak qendrën e Tiranës, lutem. Ma vërteto. Nëse gënjej. Në të gjithë këtë analizë që pse duhet edhe ta mbyllim zoti Topollaj. Po ta mbyllim kur duhesh. E mbyllur është kjo. Jo. E mbyllur është kjo. Me këtë super korrupsion, me këto super skandale, gjërat janë të ditura. Nëse shqiptarët e votojnë, unë do ta respektoj vendimin. A shohin shqiptarët realitetin se këtë do të pyesja edhe në këto momente. Se këtë do ta madje ne mund ta komentojmë edhe pas 2 ditëve rezultatin apo edhe pas 3 ditëve, se këtu jemi, nuk kemi ikur akoma. Zoti Topollaj, komenti juaj fundit Selekon
deklaratës së fundit të dhënë nga Zoti Celibashi për të ndarë më pas së bashku? Njëherë do të them që në fillim dhe do të them troç. Ky s'duhet ishte kurrë kryetar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve mbas të ashtu quajturave zgjedhje të 2021. E thash njëherë, 2, 3 po e përfshis, e treta e vërteta. Gazeta më e madhe, më autoritare, më prestigjose e Gjermanisë dhe Europës, Bild, me 7.5 milion kopje në ditë, nxorri të vërtetën e zgjedhjeve. Jo thjesht dosja 339 e 184, po e vërteta e zgjedhjeve. Ky është akoma kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Një. E dyta, ky në rolin e një prifti në atë kuptimin negativ të dikurshëm që kishim ne për priftat ortodoks, që predikonin e psallnin. Ky në flet me kinezërira tani, pati disa raste sporadike, në përgjithësi kështu, duhet kjo, duhet ajo. Një gjë duhet. Ky të zhduket nga KQZ-ja të shikoj punët e veta. Dakord? Ky është mendimi im. Të zhduket një herë e përgjithmonë nga KQZ, duhet ishte zhdukur me kohë, se e dim çfarë, se kush lind nga macja dihet që gjuhën mi. Për çfarë është ky kryetar KQZ-ja? Si më respunokan pajisjet elektronike? Pse e la për sot ti vërtetoj e ti verifikoj a janë rregull apo jo? Apo gjërat e tjera. Kur kam parë sot në një nga televizionet, në mos gabohem ndoshta edhe ju e të syri, se ku votohej në Libohov, në zonën ku kandidon ministra e madhe e kulturës, e shumë kulturuara Mirela Kumbaro Furxhi, aty ishte një, të them, stall, është kompliment, po ishte një barake ku mbahet derri, me një tavan të kalbur e të mykur, pa dere, pa dritare, ajo ishte qendër votimi, në 2025. Nuk gjende do të ministra e kulturës, rrezaton kulturë, dritë, erudicion, enciklopediste e madhe, edhe poliglote, po deshe. Ajo, në Libohov, kishte këtë qendër. Urdhë, shikoje, me video. Nëse s'është kështu, e marrun përgjegjësinë. Ja, kjo është e vërteta. Prandaj, fjala e fundit që do them më shumë, nëse bën gabim fatal, Edi Rama, shpall në i fitore me këto që ndodhin, e bën për zezën e vetë. Do ta shohim, nuk kërcënojmë askënd, që s'bëhet fjalë për dhunë dhe për forcë, por nëse e bën këtë gabim fatal, këtë radhë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, administrata e re e presidentit Trump, se për Europën disa po, disa jo, edhe mund t'i kapërdinë, se Shqipëri thonë ato. Ku ishin vëzhguesit ndërkombëtar? Më fal, pesotin e i vëzhgues? Kanë ardhur për t'u la te pishina e Rognerit? Apo në hotelet me 5 yje? Në këto, se Shqipëria për klimë është e bekuar nga Zoti. Det ka, Adriatike jonë, Liqene ka, Shkodra e Pogradeci e Prespa, Lumenj, Drinë, Mate, Osume, Vjose, qatë duash ti, Kodre ka, Male ka, Pyje ka, Fusha ka, hapi bio, vëzhguesit ndërkombëtar, plotësojnë një raport kështu, duhej kjo, duhej ajo, patin e i kështu në e kështu, marrin ato xhixhat nga BE-ja, edhe mbushin valigjet dhe ikin, mos them që marrin dhe nga qeveria. Të falenderoj shumë që ishe sot në Fax News dhe të falenderoj për analizën e kryer. Falenderoj edhe unë për mundësinë, nuk është se bëjmë në një analizë, sepse është shpejt për të bërë analiza, po për të thënë disa të vërteta. Ne shkëputemi në publicitet.